Këshilli i Ministrave i ka propozuar zyrtarisht Kuvendit të Shqipërisë kandidaturën e Adela Xhemalit për pozicionin e antarit të bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e drejtorit përgjithshëm ekzekutiv. Megjithse vendimi i Këshillit të Ministrave është marrë me datë 25 shtator, ai është përsjell Kuvendit të Shqipërisë vetëm në fillim të këtij muaji. Për një periudhë 5 vjeçare deri në muajin maj të këtij viti, Adela Xhemali ka mbajtur detyrën e zëvendës ministre së Financave. Më herët ajo ka ushtruar funksione drejtuese në Ministrinë e Financave dhe në Kryeministri. Përpara angazhimit në sektorin publik, Adela Xhemali ka pasur një përvojë të gjatë në sektorin bankar. Adela Xhemali do të zvendësojë në këtë detyrë Mimoza Kaçin, që e drejtoi Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare prej prillit 2024, duke përfunduar mandatin e ish drejtorit përgjithshëm ekzekutiv Ervin Mete. Prej disa muajsh, AMF ishte në situatën kur mandatet e të dy drejtuesve ekzekutiv ishin vlerësuar të përfunduar. Sipas ligjit organik të AMF-s, në rast të lirimit nga detyrat të ndonjërit prej antarëve të bordit përpara afatit, antari tjetër emërohet me të njëjtën procedurë.